Sot patëm rastin të shihnim konventon New Age të Forumit Rinor të Partisë Socialiste me në krye prurjen e re personale të kryetarit aktual të kësaj partie, zotin Arjon Veliaj. Ardhja Velia në krye të freshit duhet shqetësojë gjithë bazën politike të Partisë Socialiste dhe më gjerë. Jo vetëm për faktin që sot këtë organizëm e drejton njeriu që në target grupin e sulmit të tij kish pikërinj të rinjtë e plakur të Partisë Socialiste siç thoshte ai. Jo vetëm për faktin se bashkëpunimi i tij për kalimin në opozitë të Partisë Socialiste ka qenë një faktor i rëndësishëm, por dhe për gjithë problematikën që ka shoqëruar gjatë aktivitetit të tij. Ende sot ka një errësirë në ngjarjen e kompjuterave të zhdukur të mjaftit, barqet e pasqyrave financiare të këtij fondacioni, ngjarje e cila krijoi një paqartësi në marrëdhëniet e kësaj organizate me donatorët hollandez. Por ne nuk besojmë se kjo ngjarje do zbardhet ndonjëherë për anëtarët dhe simpatizantët e freshit. Zoti Veliaj është autor i dizinformimit të ambasadave të huaja dhe eurodeputetëve si zonja Fajon, në lidhje me telenovelën e Griseldës, zonjës sekretarit Bashkisë Kavaj, dhe këtë e bëri në emër të përbaltjes së emrit të vendit të tij në opinionin mbarkombëtar.